të zyrës, dhe derisa ende zgjedhjet ishin në vazhdim e sipër, plus që ai personi në fjalë nuk ishte i duhur për të treguar mua do të me liru në zyrën ajo, e pës kujt m'ja dorëzu qelsat. Edhe ai kthehet për së dyti në zyre, më afrohet afër dhe më thot mbyllë gojen se të kapi për krahu dhe gjuj për dritare. Normalisht që ishte agresiv mjaft, po ti njëherë mendova që duhet ta pyesja ti thoja kë do ta gjuaj ti për dritare, por që mund rastit të zmadhoj shumë, sepse ai ishte agresiv. Prandaj për të pashitur gjërat dhe për të mos bërë edhe më të madhe këtë farë kanosje, unë vendosa që të mos flas. Ju heshtët? Heshta. Pse Por vendosa që ai posa të largohet nga aty, unë t'i thras organet e rendit. Ndjeshit e kërcënuar? Po patjetër isha shumë e shqetësuar. Isha shumë e shqetësuar sa persona që ishte në zyre filluan të më ndihmojnë që të qetësohem, ndërsa edhe personja që ishte në zyre time filloi të kishte ankth, sepse ajo se kishte përjetuar një gjë të tillë. Ajo habitej se si mund që një profesor akademik të vjen në zyre dhe të kërcënon, të kapi për krahu dhe të gjojë nga dritarja, të hedhë nga dritarja. Kështu që pasi u shqetësova pak, vendosa që t'i thras organet e rendit. Ftova policin, erdhën në zyre dhe kërkuan që unë shkoj me ta të i shoqëroj deri në stacion policisë, sigurisht që unë shkova bashkë me dëshmitar. Shkova edhe me një kolege tjetër, e cila po ashtu 30 më herët ishte kërcënuar nga i njëjti profesor, me fjalët ti do ta shohësh tani kush është shkëlqimi. Cili është problemi, zonja Dibra? Cili është problemi i tij? Përbes, unë nuk mund të supozoj se ku e ka ai problemin, po